me thënë 4 deri në 7 vjet, fëmia këto informacione ndikojnë ankth mbarktisjes ose ankth i ndarjes, se fëmia të marr parasysh dredhësen kur e sheh dhe e sheh të bërtit, të kajt, momentin që ndahet prej dredhës tjetër, ai e merr si ndjenjë edhe nuk mundet me fillu me pas fobi në të ushqyrin e dredhës, domethënë për me hangër dredhësen, sepse ai mendon se ajo po ndjen, ajo ka sy dhe pe din çka po ndodh. Antropomorfizmi i dhënshëm, duke ju dhënë shpirt objekteve që janë pa shpirt dhe pa ndjenja, duke ju dhënë emocione të forta, fëmia përjeton si shok. Nuk mundem me thënë që ato janë, edhe pse fillimisht duken si filmat animum, ato janë shumë të shkurta, edhe ato nuk kanë një fillim, një përmbajtje dhe një fund që t'jep një mesazh, po ato thjesht kalon automatikisht në shok emocional, edhe i lën fëmin me ankth, se çka ka ndodhur me dredhën, me patatën, ose kur e sheh shpagetin të zi, edhe aty vala që del taman traumatike për fëmin, duke bërtita, edhe kur ato bërtasin mami, ndi mam, kam frikë, çka po ndodh me neve, aje automatikisht e percepton si ndjenjë vetën, edhe kjo mundet me mendu, fëmia mundet me mendu realisht që çka po ndodh me mu, a ka me pas edhe një ndarje me prindit e mi në këtë formë e kështu me radhë. 8 edhe deri në 12 vjet, që fëmia mundet me ditë çka po ndodh, mundet me kuptu çka është inteligjenca artificiale, por në këtë moshë fëmia ka empati shumë aktive, edhe e ndjen që diçka sapo vdiq realisht në një video, unë po e ha ata. Edhe kur e merr që ky po e han, mundet me fillu me mendu që mos po ndjen, edhe me klasifiku ushqimet që ky i ka përjetu ma shumë në video. Qof dredha, qof patate, qof bananja, qof diçka që aje ka përjetu shumë ma thellë. Sidomos këta që janë para 7 vjet munden me pas fobi edhe me pas rregullime të lehta në të ngrënë, ndërsa prej 13 deri në 15 vjet mundet me pas destabilizim. Te disa fëmijë mundet me ndiku që edhe ndjenjat reale madje mos mi përjetu shumë, edhe disa fëmijë tjerë që janë ma empatik pas moshës, domethënë 13 deri në 15 vjet, këto i mundet me ju rrit ndjeshmëria. Mundet me kanë shumë atë ndjeshëm edhe në situatat e tjera. Fëmia në këtë moshë, domethënë prej 4 vjet të tutje, zakonisht nanat pëjsojnë edhe në kapshte dhe e kalojnë këtë fazën e ankthit ndarjes kur ndahet me nanën. Por nëse për një kohë parashitet prap ose i rikthehet ankthi, nana kur do me dalë, ose frika që nana po shkon dikon, mundet me ditë që diçka nuk është u shku në rregull, sepse do të me gjetë arsyen pse po i ndodh kjo. Ose momenti ku e selekton një ushqim, thotë ju këto nuk e ha ma, nëse e ka hangër ma heret, edhe nuk e ha ma, nëse e sheh brokullin që e ka hangër edhe ushqy shëndetshëm me ta, edhe kur vendos mos me hangër ma, na dojmë me ditë rrethanat, faktorët, pse nuk po e han fëmia ma. Prindrit çka duhet me ba është që gjithmonë bashkëpunim me fëmin duhet me pa çka po jep fëmis me shiku. Pavarësisht që momentin kur e shet në rilca, fëmia deshti apo nuk deshti ka mi dalë diçka që nuk është e përshtatshme, po momentin që na e fokusojmë në YouTube për shembull një film të animum, edhe ai e shet që është për 1 orë ose 20 minuta, momentin që ja jep fëmis e din saktë që brenda aty në 20 minuta çka ka me pa. Por, ku momentin ja jepim fëmis telefonin edhe na nuk jemi ndjeni çka po vazhdon, atë normal që duhet më kanë të shqetësum prindrit, sepse në mënyrë pavëdijshme, ndoshta prindi as nuk është i informuar për këtë pjesën që çka po ndodh ose çka janë këto, dhe nëse i ka pa sekonda ai vesh e ka te i kalu vet. Këto nuk janë filmat animum që mundemi ju ndihmu fëmijëve, sepse janë shumë të shkurta, edhe fëmijëve ju krijon një shok emocional. Rilcat tek zhvillimi kognitiv i fëmijëve po ndikon domethënë në mos realizimin e emocioneve, mi shpreh emocionet, sepse ato janë shumë të shkurta, edhe aspekti kognitiv truni e percepton se janë shumë të shkurtë, edhe çdo informacion që don me marr fëmia do mi marr krejt shkurt.
edhe nëse neve dojmë me bën një lojë, nuk mundet me me kry një lojë deri në fund, sepse o mësu për një sekuencë të shkurt me përjetu kënaqësinë ose me marr informacionin. Truni i njeriu zhvillohet kohë shumë deri në moshën 2 vjeçare, edhe prej 2 vjeçare nëse me rilca stagnon edhe fillon mos me kuptu realitetin, domethënë me loja, me socializim, me komunikim me nanën, me ndërveprim social, përpos shikimit të rilcave, e kufizon shumë trunin, domethënë. Mundë me folë me vonesë, mundë me pas probleme në socializim, mundë me pas probleme kognitive ma vonë, që ndoshta me vonë me pas edhe me mendu që ka edhe probleme neurozhvillimore.